Rikthehemi sërish në pjesë të dytë të programit, ku do të flasim pak për historinë e Diana Pepës, e cila do na flasi për diagnostikimin e saj me sëmundjen e diabetit. Diana prej 3 vitesh tashmë është dhe po e përballon më së miri këtë sëmundje. Diana, mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi. Mirë se Duke shumë bukuroshe. Dhe realisht të përgëzoj sepse je shumë simpatike dhe duket. Kam përshtypjen dua një plan për Diana. Vetëm me komplimenta aq kur erdhi. Jo ka zërat e tua i kam shumë zili. Një mirësiardhje shumë e denjë. E meriton tërësisht. Diana, fillimisht si ke qenë këtë periudhë? Unë jam shumë mirë, që thash unë duke qenë se kam dhe 3 vite me diabet, unë tashmë jam ambientuar dhe në themi nuk është se më bën shumë përshtypje, se 3 vite nuk jam pak, dhe mendova që pse jo, diçka që mua më ndodhi nga hiçi, të mos të kthej në një fuqi dhe në një zë dhe për të tjerët, dhe prandaj unë vendosa të hap këtë faqen, unë dhe diabeti, dhe vendosa që të vë një emër për diabetin dhe të mos i vendosa një emër timin që unë ta personifikoja këtë gjë. Dhe mendoj që kjo faqe që po rritet dita ditës, po jep shumë zë dhe ka më shumë mesazhe çdo ditë. Jo vetëm nga njerëz që janë me diabet, por edhe nga prindër që kanë fëmijë shumë të vegjël me diabet dhe më kërkojnë këshilla, si ja dole, çfarë bëre, çfarë dietë mban. Gjejtë ata veten tek ti. Ti ke qenë tashmë 24 vjeç, por ke qenë vetëm 21 në momentin që ke marrë diagnozën. Mund të të pyes se si ndodhi, se si ti e kuptove, çfarë shenjash ti kishe që të bëri të dyshoje dhe të shkoje të konsultohesh me një mjek? Po, patjetër. Ishte domethënë komplet rastësi fare. Unë kam qenë një ditë normale në punë. Dhe vetëm kisha disa kohë që e shikoja që kisha simptoma të tipit më pije shumë ujë, isha shumë e lodhur gjithkohës dhe nuk e di se nga e dia, është fiksa e shpreha që trupi të thotë që çfarë të jep shenja, po, që domethënë çfarë ka që nuk shkon dhe thjesht dëgjoje. Dhe nuk e di se nga e dia domethënë që të pi shumë ujë është shenjë diabeti dhe futem në Google e kërkoj cilat janë shenjat e diabetit dhe vetëm që shikoj që unë kisha të gjitha, direkt pastaj të Kjo ecja ishte për një kohë të gjatë që ty të bëri të dyshoje? Po, kishte rreth gati 1 muaj, ndoshta, jo më shumë të aq. Dhe më pas të nesërmen shkoj bëj analiza dhe kuptoj që unë isha me diabet. Bides janë çuditur dhe gjithë doktorët, tani ke kapur kaq shpejt. Domethënë mund të kesh domethënë 3 muaj ndoshta në fillim fare. Pra trupi ka shfaqur me njëherë shenja, dhe është diabeti tipit 1, por ti gjithashtu ke treguar që kjo nuk është edhe një sëmundje që ti mund ta kesh të trashëguar, gjë që deri diku ndikoi pak edhe në gjendjen tënde emocionale, si e përballoi, si e përjetoi dhe familja? Po, patjetër që po, sepse është diçka sado është e rëndë, sepse kur ty të ndryshohet jeta nga diçka që është krejt normale dhe ti duhet të mbash një dietë, duhet të bësh insulina, është diçka që nuk mund ta përballojnë të gjithë direkt. Të kushtozon deri diku disa gjëra dhe në fillim ishte pak shokuese, sepse nuk e pristim askush, as në shtëpi, as unë, por le të them me kalimin e kohës u ambientova shumë shpejt, kaloi 1 muaj, unë e pranova me veten time dhe thash do eci para. Dhe kjo më bëri që dhe unë të mësoja më shumë për diabetin, jam futur, kam kërkuar dhe në të mirën e vetes time mbi të gjitha, dhe pastaj edhe për të tjerë që unë kam dhënë shumë këshilla, apo dhe dieta të shëndetshme, apo të gjitha gjërat që janë mësuar te vetja ime. Kishte një gabim në dietën tënde të mëparshme para diagnozës që ti bëje ndoshta me sheqernat, me nuk e shoh të reflektuar. Po, jo, kjo është ajo që domethënë që të gjithë e kuptojnë deri diku gabim, sepse ti të jesh një diabetike tip 1 nuk ka të bëj fare me lifestyle-in tënd, as me mbi peshë. Unë gjithkohës kështu kam qenë siç jam tani, nuk kam qenë asnjëherë mbi peshë. Madje është nga llojet e diabetit që prek kryesisht të rinj dhe fëmijët. Po, prek shumë fëmijë të vegjël dhe me këtë gjë jam shokuar fare sepse duke qenë se në Shqipëri nuk është se kemi shumë, është pak tabu le të themi diabeti këtu në Shqipëri sepse shumica e njerëzve e kuptojnë se diçka që mund ta kenë vetëm mosha e 3 apo do të jesh shumë mbi peshë. Kurse unë personalisht më përpara, po edhe tani, unë jam një person që nuk e konsumoj fare ëmbëlsirat. Nuk më pëlqejnë fare. Dhe kjo është diçka shumë e çuditshme se si unë jam me diabet, kur unë nuk konsumoj fare ëmbëlsira. Dhe prandaj po them që kjo nuk ka lidhje fare të bëjë me lifestyle-n apo me Cila ishte gjëja e parë që të ndërmend kur morë vesh? Thash, bobo, s'do ha më karbohidrate. Nuk patën ai mendim për shembull të tipit pse më ndodhi mua?
Absolutisht që po, se thash dhe më thënë nga gjithë njerëzit e mundshëm që ka kjo botë, se më ra mua, por pastaj kuptova që gjërat e vështira u bien vetëm njerëzve shumë të fortë. Pas sa kohë është vendoset të hapje edhe këtë blogun të në rrjetet sociale, pra pas një viti, kur ti tashmë dhe kishe marrë informacionet e duhura për diabetin? Po, sepse unë si thash kam 3 vite me diabet, por unë në fillim fare kur ndra me diabet, kam shkuar direkt në Gjermani që kam marrë çdo informacion që më duhej, u pajisa me sensor, duke qenë se këtu në Shqipëri nuk kemi ku t'i marrim. Dhe mbasi mora të gjitha informacionet që mua më duheshin, mbasi e kam kuptuar që unë jam mirë me veten, jam aty ku duhet dhe jam shumë okay. Vendosa që para pak kohësh të hap dhe faqen time dhe dua të them që jo vetëm më ka dhënë shumë motivim, po edhe forcë, për të tjerë, për të për veten time. Dhe të ka frymëzuar. Po shumë, sepse marr ekstrem shumë mesazhe pozitive dhe kjo që më ka shokuar, le të themi, sepse nuk e prisja që të kishte kaq shumë impakt. Të ka mbetur ndonjë rast në mendje nga komentuesit nga mesazhet që të vinë, ndoshta ndonjë nën me fëmijë të vogël që kanë nevojë dhe më ka prekur disi. Më ka shkruar një baba në fakt, nuk ishte nën, një baba dhe thjesht më ka bërë një tekst aq të gjatë që u preka, le të themi, që më tha kam kaq kohë që e ndjek faqen tënde dhe ndjem kaq i motivuar, sepse unë kam një vajzë vogël, 4 vjeçe me diabet, dhe më motivon kaq shumë fakti që një vajzë kaq e madhe dhe po jep kaq shumë këshilla të mira dhe po jep kaq forcë dhe më jep motivim thjesht për fëmijën tim që me diabet. Dhe më kanë pyetur gjatë gjithë kohës për këshilla dhe kjo gjë domethënë është dhe për të ardhur shumë pak keq disi që mos të kesh ku të marrësh domethënë një këshill, diçka të saktë, informacion të saktë. Por dhe nga ana tjetër më jep dhe frymëzim që unë po jap shpresë, po jap këshilla, po jap diçka domethënë që mund të vlej për dikë që sapo ka dalë me diabet apo për një prind që ka fëmijën me diabet apo dhe thjesht për dikë që njeh dikë që është me diabet. Dajana, si është një ditë e zakonshme për ty? Siç thash tani nga që mua dhe nuk më duket më e çuditshme fare, nga që ka kaluar kaq shumë kohë, unë çdo vaktimin duhet ta mas, absolutisht që po, duhet të jem shumë precize sa karbohidrate konsumoj, sa protein konsumoj, sepse duhet bëj dhe insulinën, dhe kjo është domethënë le të themi pjesa më e vështirë e të qenit me diabet, që unë duhet të bëj gjitëra. Në kontroll. Po, dhe nuk është për gjithë fakti për të bërë një 5-6 gjitëra në ditë, po që nga që ka kaluar kaq shumë kohë dhe unë e kam menaxhuar si që është bërë rutinë. Ja aktualisht bën 5 gjilpëra në ditë? Ajo varet, domethënë se sa unë ushqim konsumoj në ditë dhe unë pastaj duhet ta llogarisë të bëj dhe gjitbërën e insulinës, po. E qartë. Pra duhet të ushqesh goxha mirë që... Po, unë duhet të ushqim goxha mirë që ta mbaj në kontroll që të mos të bëj, domethënë... Ke hequr dorë ndonjë ushqim i preferuar apo mjafton që të reduktosh sasinë dhe është okay? Tani, diçka që unë mendoj që duhet i thuhet çdo diabetiku, sepse është shumë e gabuar fakti që duhet thua që ti duhet heqësh dorë nga çfarë do ushqimi, jo, nuk është fare e vërtet. Qenit me diabet do të thotë që ti dhe mund të hash një copë tortë, mund të hash një ëmbëlsirë, mund të hash të gjitha çfarë të kesh dëshirë të hash. Pra mund të konsumosh dhe sheqer thjesht është në sasi goxha të limituar dhe duhet ta masësh, kjo është gjithë çelësi, domethënë që duhet matet sa karbohidrate po konsumon ti dhe sa insulin duhet bësh. Nëse ti e ke raportin e saktë, nuk ka asnjë problemi, sheqeri mbetet në... Do të thënë ti je bërë eksperte vetes dhe ti je mat në reale se sa konsumon, se sa është niveli i insulinës. Në rastin ku ti nuk konsumon më tepër sa ç'duhet, janë të nevojshme gjitbërat? Po, gjitbërat janë gjithmonë të nevojshme, dhe siç thash, domethënë nuk është se ka shumë rëndësi se sa hënget ti më pak apo më shumë. Nëse ti e bën insulinën në raport me ushqimin që ti po ha në rregull, është gjithçka shumë. Unë po shikoj edhe një video ti i vendos vetë gjilpërat në trup. Sensorin. Po, sensorin e vendos vetë. Një fun fact, në fillim në fakt kam pasur shumë frikë, sepse më dukej si gjë shumë kështu, do vendos gabim, do miki dëm sensori, dhe në fillim fare kë gjeja në shtëpi, do vendoste sensorin. Por që tani është bërë shumë gjë e thjeshtë. Ai të tregon nivelin e insulinës në gjak? Po, ai më tregon nivelin e sheqerit në gjak, po. Wow. Do me thënë, duhet jesh gjatë gjithë kohës dhe ke shtuar dhe aktivitetin fizik, apo ke qenë njeri që e bën të aktivitetin fizik? Unë si thash, duke qenë se kam qenë gjithmonë një person që nuk kam qenë ndonjëherë shëndosh, me thënë të drejtë. Ke pasur gjithmonë linja? Po, por mbasi unë dola me diabet, vendosa që të filloja palestrën në mënyrë intensive, dhe kjo më ka ndihmuar në
nivel shumë të lartë, sepse sa më shumë aktivitet fizik që ti të bësh, aq më shumë ti e mban trupin në lëvizje dhe ulë atë nivelin pak a shumë të nevojës për insulin, që ti mos bësh më aq shumë gjitpëra, po gjithashtu dhe mban trupin shëndetshëm, kështu që pse jo. Një aktive gjithkohës. Çfarë mund të ndodhë, Dajana, nëse e neglizhon veten, flas ti ose çdo vajzë, pacient tjetër që nuk e kap në fazat e dura ose nuk tregon kujdesin e dur, cilat janë komplikacionet shëndetësore që mund të ndodhin? Përveç se ti ke dhe gjithë informacionin e dur tani. Jo, në fakt, me thënë të drejtën, se po e anashkullur pak pyetjen, unë tani më thonë dëshit që Dajana të kështë dalë pak më para me diabet, dhe ishe bërë doktoresh, se a shumë, jo, realisht. Pa ti dhe bësh doktor i Jetë në komendoj, nëse do të nisësh. Po, mund të vazhdoj një shkollë dytë, se kush tjetë. Po, nga që e ka marrë me kaj shumë, jo vrull, por thjesht dua të kem çdo gjë në kontroll, dhe kjo është ajo që unë do i sugjeroja çdo diabetiku që në momentin që diagnostikohesh me diabet dhe ti ke kapur si gjë, nuk duhet ta neglizhosh. Në momentin që ti e neglizhon, asnjë ditë fare, jo. Sepse dhe trupi vetë e ndjen kur ti e neglizhon, ku bën insulinat, ndjesh më i lodhur, nuk ndjesh më energjik, ke dhe absolutisht komplikacione me shëndetin, sepse Cilat janë disa komplikacione që mund të ndodhin? Dy nga probleme më të mëdha që mund të ketë një diabetik, e para është nëse ty të bie sheqeri poshtë normës, do thotë që mund të rezultojë që ti mund të bie të fikët apo edhe në koma, në qoftë se është një nivel shumë i ulët. Dhe në qoftë se gjithashtu ti e ke nivelin shumë të lartë, kjo është pastaj si pasojë e shumë gjërave të tjera të kuptimit që nëse ti e ke shumë të lartë se norma, duhet absolutisht të shkosh të strohesh në spital, sepse duhet të merren të tjera parandalime, sepse normal që nëse nuk është në normë, ti mund të ndodhi dhe ndonjë largëqoftë përsëri rënje në kom, sepse nuk janë ato norma që duhet të ketë individi. Po, pra duhet patjetër që trupi yt të gjithë kohës në kontroll dhe mos neglizhohet asnjë moment. Dhe kam përshtypjen që ai aparatit më ndihmon për Aparati është shpëtim jete, domethënë, realisht, sepse unë që në momentin, kjo ndoshta edhe më ka ndihmuar pak, që në momentin që unë dola që kam diabet, unë kam ikur direkt në Gjermani dhe kur ika atje unë mora të gjitha çfarë mund të më duhej, domethënë informacione, dhe gjithashtu mora dhe sensorin. Dhe kam pasur gjatë gjithë kohës, dhe nuk kam pasur asnjëherë probleme me të patur sheqerin shumë të ulët apo shumë të lartë, pasi kam pasur gjithë kohës në kontroll. Sepse është dhe shumë e vështirë, duke qenë se Si funksionon ky sensori? Sensori vendoset. Nga si mund ta dallosh? Ka ndonjë sinjal, diçka që të jep? Po. Sensori vendoset në krah për 15 ditë dhe mund ta lidhësh me telefonin. Dhe kam gjatë gjithë kohës 24/7 të lidhur me telefonin, që më njofton, domethënë që sa kam më shumë apo më pak. Por që dim, duke qenë se në Shqipëri këto nuk i kemi për t'i blerë. Dhe kjo është një nga gjërat, domethënë, më të këqija që mund të ketë Shqipëria, që se ka aq të avancuar. Pra nuk këto lloj sensorësh është vështirë që gjenden këtu. Jo, nuk Kjo është arsyeja që ti zgjodhe që edhe trajtimin ta bësh në Gjermani dhe jo në Shqipëri? Kjo është arsyeja që unë zgjodha ta bëja në Gjermani, pasi mendova që mund të merrja një lloj, më bie shumë keq që e them, për një lloj përkujdesi më të madhe dhe një lloj informacioni më të madh. E tentove në Shqipëri apo thjesht kjo që ti thua që në Shqipëri nuk e ofrojnë dhe thënë nuk po merren fare? Unë me thënë drejt nga meraku i madh, kam ikur direkt dhe nga shtysa e prindërve më shumë. Dhe thjesht mendova që zgjidhja më e duhur dhe Dhe mendoj që deri diku tashmë je bindur dhe për shkak të rasteve që të kanë treguar në ato vajzat në rrjetet sociale. Po ato ke dëgjuar si ja bëjnë, si e kontrollojnë në nivelin e sheqerit, duke qenë se ky lloj sensori nuk ndodhet në Shqipëri. Është shumë e vështirë. Ka një mënyrë tjetër si mund ta kontrollojmë? Po, sepse në Shqipëri, domethënë mënyra vetme që mund të kontrollosh gjakun është nëpërmjet se gjilpërës së vogël që vendoset që mund të marrësh edhe në farmaci, por ajo është shumë shumë praktike. Jo, praktike fare. Gjithkohës që të Plus e mat vetëm një moment caktuar ditës, nuk e ke gjithë kohës në kontroll. Vetëm një moment caktuar përpos fakti që pastaj gjatë natës kur fle gjumë, ke si e mat. Kurse me sensorin e kam gjithë kohës, më vinë mesazh në telefon që shiko se e ke lartë, e ke ullët. Cila është gjëja më e vogël që njerëzit, le të themi, jo diabetik e marrin si të mirëqen, ndërkohë që për ty është sfidë e përditshme? Gjëja, ushqimi. Ushqimi dhe unë përpara e mira shumë për të mirëqen, se thoja, okej, hajde, po tani ha çfarë të duash, okej. Kurse tani është një, tamam, domethënë një sfidë e vërtet, sepse
ka raste që dhe, jo se ja privoj vetës, por që e mendoj më mirë s'po e ha fare këtë mbëlsirën, s'po e ha fare këtë junk food edhe... Por pos diabetit, unë kam përshtypjen, duke qenë se kam dhe unë plot miq që janë diabetik, kam përshtypjen që është një lloj thirrje që të vjen në një moshë, mbase të hershme apo të vonshme, është një lloj thirrje që të vjen pasi gjithë njerëzit që janë diabetik janë të shëndetshëm, por pos diabetit, ka një rutinë të shëndetshme. Ndërkohë që pjesa tjetër abuzojnë edhe... Pra janë njerëz të shëndetshëm... Që deri diku je dhe me fat që ke një regjim të mirë ushqimor dhe realisht mund të themi je më e shëndetshme se ne. Patjetër. Realisht abuzojnë pak në ushqim. Se ne jemi rënë. Jo, realisht dhe më thënë diabetit jep si një shkundje që zgjohus që po bën. Dhe gjithkohës më mban të motivuar që okej, Dajana, qau është kom palestrës sot, qau bë një vrap, të bën më të kujdesshme ndaj vetes. Shumë më të kujdesshme, po, realisht. Do se ka kufizimet e veta, po ti ke arritur gjesha të balancën dhe i ke marrë anën e mirë të gjërave. Ke treguar më shumë kujdes për veten në këtë aspekt. Pikërisht, domethënë, kjo ishte gjithë arsyeja sepse unë kam hapur këtë faqe dhe pse unë dua që të marrë sa më shumë vëmendje, sepse nuk po këtu në Shqipëri, nga që jam shtuar shumë beauty influencers, ta është të bëjt diçka më ndryshe, sepse pse të mos kemi pak më shumë vëmendje tek shëndeti, duke qenë se nuk japim mjaftueshëm vëmendje, mjaftueshëm kohë televizive, dhe duke qenë se çdo vit më shumë diabetikët në Shqipëri po rritet niveli frikshëm, pse jo të japim sa më shumë këshilla dhe sa më shumë besim që okay, kjo nuk është diçka shumë... Dhe me sa ke kuptuar në rastet që të tregojnë, cili mendon se është shkaku që është rritur numri diabetikëve? Ke ushqyerja apo edhe fakti që ato nuk e dinë që duhet një kontroll, mund ta kenë të trashëguar, nuk kujdesen shumë. Ka disa faktorë. Pikërisht ka disa faktorë, duke qenë se... Kush mund të jetë kryesori, ai që ti dëgjon më shpesh? Më të shumtat janë diabeti tip 1 dhe diabeti tip 2, por kanë shumë diferencë nga njëra tjetra. Diabeti tip 1 supozohet është një sëmundje autoimune, pra nuk shkaktohet nga keq ushqyerja, nuk shkaktohet nga mos e të bërit palestër, lëvizje e tjerë. Dhe është e trashëgueshme. Por unë personalisht, si shtash, duke qenë se unë nuk kam askënd në familje me diabet tip 1, por mund të kem pasur genin e fshehur prej shumë brezas. Dhe mbas Covid-it, duke qenë se nuk e kalova mirë, më shfaqur diabeti. Por, si shtash, nga faqja, mua më kanë shkruar shumë persona që thonë të njëjtën gjë që mua më shfaqur mbas Covid-it. Dhe kjo, pra, realisht dhe me thonë diçka që është bërë shumë shpesh. Si do ta përshkruaje diabetin me një fjalë? Me një fjalë. Dhe the me 2 fjalë. Me 2. Mbështirje kontrolluar. Shumë e bukur kjo. Dhe Dajana je vërtet shumë fantastike dhe më pëlqen shumë që ka goca si ti, që ndonë se në një moshë të vogël, relativisht të vogël, zgjedhin siç e the edhe ti që mos publikojnë këto gjërat e bukurisë apo bëu gati me mua nga këto video që ne i shohim të rëndomta, jo vetëm në moshën tënde, po edhe në mosha më të mëdha, ti zgjedh këtë anën e ndryshe. Domethënë, ti jesh influencë, po ti jesh për mirë dhe ti jesh për çështjen e shëndetit dhe sa mirë që janë vajzat si ti. Dhe realisht të përgëzojmë dhe vazhdo kështu, sepse realisht je një ndikim shumë i mirë për shoqërinë. Shumë faleminderit. Faleminderit ty që erdhe, faleminderit gjithë historinë tënde me ne dhe vazhdo misionin tënd, se njerëzit janë duke të ndjekur. Pa diskutim që po, gjithmonë. Faleminderit, ishte kënaqësi. Mirë, ikim reklama dhe vim pas pak me muzikë. Patjetër.